Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në përfundim të samitit të liderëve europian në Kopenhagen, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski u bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të tregojnë vullnet të fortë politik për të vepruar ndaj agresionit rus për të garantuar sigurinë e kontinentit. Sipas The Guardian, ai theksoi se Europa nuk duhet të presë më për ndryshime të favorshme, por të ndërmarrë hapa të qartë për shkëputje të plot nga Rusia në çdo aspekt ekonomik dhe energjetik. Sa më pak lidhje me Rusin, aq më sigurt është jeta në Europë, deklaroi Zelenski, duke shtuar se Rusia po intensifikon veprimet e saj destruktive dhe destabilizuese në rajon. Sipas presidentit të Ukrainës, mbështetja ndaj Ukrainës nuk është vetëm një çështje solidariteti, por një nevojë për vetëmbrojtje të Europës. Presidenti francez Emmanuel Macron i pranishëm samitin e Kopenhagenit kërkoi më shumë paparashikueshmëri strategjike nga Kopenhageni dhe paralajmëroi se çdo dron rus që shkel hapësirën ajrore të Bashkimit Evropian mund të shkatrohet më njëherë. Ai bëri thirrje që të përshpejtohet miratimi i paketës së 19 të sanksioneve ndaj Rusisë, e cila do të përfshijë kufizime të reja mbi sektorin e energjisë dhe bankat ruse. Ndërkohë që kancelari gjerman Friedrich Merz njoftoi se liderët e Bashkimit Evropian do të marrin një vendim përfundimtar për përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të ndihmuar Ukrainën në fund të tetorit. Ekziston një vendosmëri e madhe që Rusia të paguajë për dëmet që ka shkaktuar, tha ai, duke theksuar se përdorimi i aseteve të ngrira do të shërbejë si burim i qëndrueshëm për rindërtimin e Ukrainës. Ne të gjithë jemi në rrezik, raketat më të avancuara ruse mund të godasin Romën, Amsterdamin ose Londër me shpejtësi 5 herë më të lartë se ajo e zërit, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Kjo do të thotë se të gjithë jemi në krahun lindor, shtoi ai. Presidenti rus Vladimir Putin është kundërshtari ynë kryesor, kërcënimi kryesor në planin afatgjat, theksoi Rutte. Sekretari i përgjithshëm ju bashkua takimit të komunitetit politik evropian në Kopenhagen. Ai mori pjesë në seancën plenare, si dhe në një diskutim në tryezën e rrumbullakët me udhëheqësit evropian dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte më thirrje për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore të aleatëve, duke folur për krah presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Mark Rutte tha se kemi parë gjatë javëve të fundit se çfarë ka ndodhur me dronët në Poloni, MiG-31, avion luftarak në Estoni, por dhe çfarë po ndodh tani në Danimark. And we have seen over the last couple of weeks what happened with the drones in Poland, the MiG-31s in Estonia, but also what is happening now in Denmark. Rutte mbështeti idenë e ndërtimit të ashtu quajturit mur të dronëve për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore europiane, duke cilësuar atë si gjën e dur dhe të domosdoshme. So we need to protect our skies. So the drone wall initiative is timely and necessary. Ndërsa von der Leyen premtoi veprime të menjëhershme për krijimin e murit të dronëve. Europe must deliver a strong and united response to Russia's drone incursions at our borders. And that is why we will propose immediate actions to create the drone wall as part of the Eastern Flank Watch. We must move together forward with Ukraine and with NATO. Europa duhet të japë një përgjigje të fortë dhe të bashkuar ndaj depërtimeve të dronëve rus në kufi tan, tha presidenti i Komisionit Evropian. Gjermania paralajmëron se Rusia po bëhet kërcënim gjithnjë më i madh për NATO-n. Reagimi erdhi nga ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius gjatë një vizite në Poloni dhe Lituani, një kohë kur tensionet janë të larta në krahun lindor të aleancës ushtarake për shkak të shkeljeve ajrore nga dronët rus. Duke folur në forumin e sigurisë në Varshavë, Pistorius tha se Moska po teston aleatët e NATO-s me shpeshtësi dhe intensitet në rritje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po përpiqet me qëllim ta minojë sigurinë europiane dhe integritetin territorial të kombeve tona europiane, theksoi Pistorius. Ai kërkon t'i provokojë shtetet anëtare të NATO-s, ai dëshiron t'i ekspozojë dobësitë brenda aleancës son, tha ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius. Operatorët të survejimit punojnë në bord të një avioni mbikëqyrës mbi hapësirën ajrore të Polonisë si pjesë e misionit të ri të NATO-s Roja Lindore. Pas sulmeve me dronë në aeroporte, kryeministria daneze Mette Frederiksen nënvizon ekzistencën e një lufte hibride. Mikpritësia e Këshillit Evropian informal që sollin në Kopenhagen liderët e 27 vendeve tha se ekziston vetëm një vend i gatshëm të na kërcënojë dhe ky është Rusia, dhe kështu na duhet një përgjigje shumë e fortë. Në Bashkimin Evropian, shtoi ajo, të gjithë duhet të riarmatosemi. Tensionet janë të larta pas inkursioneve të fundit të avionëve dhe dronëve rus në Estoni dhe Poloni. Megjithatë, ato mbi qiellin danez ende nuk janë zyrtarisht të lidhura me Moskën.
Vendosja e forcave ajrore franceze, suedeze, gjermane dhe britanike për të ndihmuar Kopenhagenin në mbrojtjen e qiellit mbi Summit tregon nivelin e shqetësimit. Jemi në një skenar provokimi, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni, e cila u bëri thirrje të gjithëve të ruajnë qetësinë. Penso che non bisogna rispondere alle provocazioni, bisogna attrezzarsi, questo certamente sì. Una cosa che va detta sui droni, sui muri, è che noi ci dobbiamo ricordare che i confini dell'alleanza sono molto estesi. Per cui se facciamo l'errore di guardare solo al fianco est e di dimenticare per esempio che esiste un fianco sud, rischiamo di non essere risolutivi. Nuk mendoj se duhet të përgjigjemi provokimeve, duhet të përgatitemi. Kjo është sigurisht e vërtetë, tha kryeministri italiane. Ajo nënvizoi se duhet të kujtojmë se kufijtë e aleancës janë shumë të gjerë. Nëse bëjmë gabimin të përqendrohemi vetëm në kraun lindor dhe të harrojmë kraun jugor, rrezikojmë të mos jemi vendimtar, tha shefja e qeverisë italiane. Edhe Spanja, ndërsa shprehu solidaritet me vendet e vijës së parë, theksoi nevojën për të ruajtur një vizion 360 gradë pa haruar frontin jugor. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në konferencën për shtyp pas samitit të Kopenhagenit theksoi nevojën e miratimit të një qasje 360 gradë dhe t'i konsiderojmë kufijtë tanë të jashtëm si kufijtë përbashkët në lindje, veri, jug dhe perëndim. Ai gjithashtu përsëriti se për të gjithë, kërcënimi më i madh me të cilin po përballemi tani vjen nga Rusia, veçanërisht në kraun lindor. Si rrugëzgjidhje, Costa kërkoi që Komisioni të marrë përsipër kontroll politik gjithnjë më të madh mbi vendimet përmes përfshirjes më të madhe të ministrave të mbrojtjes me takime më të shpeshta në ndërtimin e komisioneres Kaja Kallas. Muri i dronëve dhe forcimi i kraut lindor janë projekte që morën mbështetjen më të madhe nga udhëheqësit midis atyre të propozuara nga Komisioni si prioritete në dokumentin e ndarë me kryeqytetet dhe që formuan bazën e diskutimit në Këshillin Informal të Bashkimit Evropian mbajtur në Kopenhagen. Brenda 2 javësh, Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas pritet të paraqesin planin për mbylljen e boshllëqeve në mbrojtjen europiane deri në vitin 2030. Rriten ndjeshëm tensionet mes Rusisë, Ukrainës dhe Perëndimit. Moska paralajmëron për rrezik lufte bërthamore. Ukraina kërkon burojë ajrore me aleatë, ndërsa SBA mbështet sulmet ukrainase në territorin rus. Zëvendës kryeministri i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, lëshoi një paralajmërim të ashpër duke thënë se nëse udhëheqësit europian nisin një luftë kundër Rusisë, ajo mund të përshkallëzohet në një konflikt bërthamor. Medvedev tha se Rusia nuk ka interes për një luftë me Europën e vjetër dhe të ftohtë, por theksoi se ekziston gjithmonë mundësia për një aksident fatal që mund të çojë në përdorimin e armëve të shkatërimit të masë. Në të njëjtën kohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski në një fjalim përmes videolidhjes në Forumin e Sigurisë së Varshavas kërkoi ndërtimin e një buroje ajrore të përbashkët me aleatët europian për të mbrojtur nga sulmet ruse. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi Shtetet e Bashkuara në lidhje me një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit nëse Washingtoni jep Ukrainës raketa Tomahawk me rrezet të gjatë veprimi. Vendosja armëve të tilla do të nënkuptonte përfshirje ushtarake të SBA-s ai në klubin e diskutimit Valdei në Soçi. Putin e përshkroi situatën si të rrezikshme duke theksuar fuqinë e armës dhe potencialin e saj për të dëmtuar Rusinë. Ai vuri në duke se ndërsa futja e këtyre raketave nuk do të ndryshonte ekuilibrin e fuqisë në fushën e betejës në luftën e Ukrainës, kjo mund të tendoste marrëdhëniet midis Rusisë dhe SBA-s dhe të çonte në një fazë cilësisht të re të përshkallëzimit. Ai tha gjithashtu se Rusia do të përmirësonte sistemet e saj të mbrojtjes ajrore për të kapur këto raketa siç ka bërë me sulmet ATACMS. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë kërkesën e Ukrainës për të marrë raketa me rrezet e gjatë veprimi Tomahawk për luftën e saj për të zbrapsur pushtuesi rus. Reagimi vjen nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. And you asked this question about Tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. What the president is going to do is what's in the best interest of the United States of America. Presidenti amerikan Donald Trump do të marrë vendimin përfundimtar për këtë marrëveshje dhe ajo që presidenti do të bëjë do të jetë në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi J.D. Vance në një intervistë për Fox News Sunday. Raketa Tomahawk ka një rrezë veprimi prej 2500 kilometra që nënkupton se Moska do të ndodhi brenda rrezës së armëve të Ukrainës nëse Kievi do t'i jepeshin ato. Sulmi armatosur në një kishë në Michigan. 4 persona kanë ndruar jetë dhe disa janë plagosur. Ngjarja ndodhi në Grand Blanc të Michiganit, ku një burr sulmoi një kishë të mbushur me besimtarë duke shkaktuar një bilans të rënd viktimash. Sipas autoriteteve lokale, sulmuesi identifikuar si Thomas Jacob Sanford, 40 vjeç, një ish marinc amerikan nga qyteti Burton, përplasi automjetin e tij përpara hyrjes kryesore dhe hapi zjarr me një armë automatike dhe më pas i ka vënë plakën ndërtesës. Policia njoftoi se 2 nga viktimat humbën jetën në vend si pasojë të shtënave, ndërsa 8 persona u transportuan me urgjencë në spital. Shefi i policisë së Grand Blanc Township, William Rennie, deklaroi në një konferencë për shtyp se ka ende persona të pagjetur, ndërsa operacionet e kërkimit dhe timeve janë në vazhdim.
Partia pro-europiane në pushtet në Moldavi fiton përballë bllokut patriotik pro-rus në zgjedhjet parlamentare. Me më shumë se 99% të votave të numëruara, Partia e Veprimit dhe Solidaritetit ka fituar 49.99% krahasuar me 24.28% për bllokun patriotik. Shpërndarja e mbetur e votave sugjeron se Partia pro-europiane mund të sigurojë shumicën e nevojshme në parlament me 101 vende, duke shmangur kështu një koalicion potencialisht të paqëndrueshëm. Forcat e tjera që pritet të hyjnë në parlament përfshin bllokun alternativ që është nominalisht pro-europian dhe Partinë Tonë Populiste me përkatësisht 8 dhe 6.2% të votave. Fitoria e pro-europianëve në Moldavi u përshëndet nga presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Asnjë përpjekje për të mbjellë frikë ose përçarje nuk mund ta thyejë vendosmërinë tuaj. Ju e bë të qartë zgjedhjen tuaj. Europë, demokraci, liri, dera jonë është e hapur dhe ne do të qëndrojmë me ju në çdo hap të rrugës. E ardhmja është e juaja, shkruan von der Leyen në reagim përmes rrjeteve sociale. Shëbadhi Izraeli japin sinjale pozitive për arritjen një marrëveshje në Gaza. Mbrëmjen e së martës në Shtëpinë e Bardhë në Washington, presidenti Shëbaz dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu folën për planin me 20 pika të Trump për dhënien fund të luftës. Netanyahu përkrau publikisht planin edhe pse ai ende nuk është i firmosur. Mes pikave kryesore bie në sy çmilitarizimi i Gazas, lirimi i pengjeve, një amnisti ndaj anëtarëve të Hamasit, si dhe ngritje një qeverie të përkohshme teknokrate palestineze që do të jetë në mbikëqyrjen e atij që në dokument quhet Bordi i Paqes, i cili do të udhëhiqet nga Donald Trump. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. Nëse Hamasi nuk do të pranojë planin e propozuar, presidenti amerikan tha se do të përkrah vijimin e sulmeve të armatosura të ushtrisë së Izraelit, ndërsa Netanyahu tha se në këtë skenar Izraeli do të përfundojë punën i vetëm. Antarët e kabinetit qeveritar të Netanyahut në Izrael shprehen kundërshtim ndaj planit të paqes së Trump. Bashkimi Evropian mirëpret planin e Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Presidenti i Komisionit Evropian von der Leyen tha se BE është gati të kontribuojë. Ne inkurajojmë të gjitha palët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, shkruan në rrjetet sociale presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Aktet luftarake shton ajo duhet të ndalen duke siguruar menjëherë ndihmë humanitare për popullsinë e Gazës dhe duke liruar të gjitha pengjet. Një zgjidhje me dy shtete mbetet e vetmja rrugë e mundshme drejt një paqeje të drejtë të qëndrueshme në linjën e mesme ku populli izraeli dhe ai palestinez të mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, të lirë nga dhuna dhe terrorizmi, përfundon reagimin e saj presidenti i Komisionit Evropian. Sulmi armatosur në një kishë në Michigan. 4 persona kanë ndruar jetë dhe disa janë të plagosur. Ngjarja ndodhi në Grand Blanc të Michiganit, ku një burr sulmoi një kishë të mbushur me besimtar duke shkaktuar një bilans të rënd viktimash. Sipas autoriteteve lokale, sulmuesi identifikuar si Thomas Jacob Sanford, 40 vjeç, një ish marinc amerikan nga qyteti Burton, përplasi automjetin e tij përpara hyrjes kryesore dhe hapi zjarr me një armë automatike dhe më pas i ka vënë flakën ndërtesës. Policia njoftoi se 2 nga viktimat humbën jetën në vend si pasojë të shtënave, ndërsa 8 persona u transportuan me urgjencë në spital. Shefi i policisë së Grand Blanc Township, William Rennie, deklaroi në një konferencë për shtyp se ka ende persona të pagjetur, ndërsa operacionet e kërkimit dhe hetimeve janë në vazhdim. Kryeministri britanik Keir Starmer zotuar se do bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij për të mbrojtur komunitetin hebrej në Britaninë e Madhe pas një sulmi terrorist jashtë një sinagoge në Manchester ku humbën jetën 2 persona. Sipas policisë së Manchesterit, agresori goditi fillimisht njerëzit me makinë dhe më pas sulmoi me thik një burr jashtë sinagogës Heaton Park Hebrew Congregation në lagjen Cramsall. Ai qelloi për vdekje nga policia vetëm 7 minuta pas marrjes së alarmit. 2 anëtarë të komunitetit hebrej humbën jetën, ndërsa 4 të tjerë ndodhen në gjendje të rëndë në spital. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.